Stojkovic ka qenë në qendër të kritikave në Serbi pas fjalëve të thëna pas ndeshjes në Air Albania. Trajneri i Serbisë ka vlerësuar atmosferën dhe tifozët në Shqipëri për mënyrën se si u sollën gjatë ndeshjes, ndërsa mediat serbe u shprehen të çuditura se si Stojkovic i doli në mbrojtje shqiptarëve që sipas tyre kënduan për Kosovën, për UÇK-n dhe për Adem Jasharin, ndërsa nga ana tjetër i rrezikuan jetën lojtarëve të Serbisë. Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Andorën, Stojkovic është pyetur në lidhje me këtë temë dhe përgjigjja e tij ka qenë e prerë, pa ndryshuar asgjë nga varianti i thënë pas ndeshjes Shqipëri-Serbi. Keni bërë mirë që më pyetet për këtë, meqense nuk kam ndjekur median për 4 ditë. Nuk e di se kush po shkruan dhe çfarë po shkruan, po përqendrohem në punën time, ti përgatis këtë djem sa më mirë që të mundem. Fola fjalë të mira për atë midis futbolli, vetëm për futbollin, po flas me fjalorin e futbollit. Ajo që ndodhi në fushë ishte fantastike, kishte respektin e dur nga të dy ekipet, nga të dyja stolat. Stoli ynë dhe stoli tyre. Sigurisht që gjithmonë do t'i dënoj gjërat që nuk kanë të bëjnë me futbollin. Askush nuk i pëlqen ndërprerjen e ndeshjes. Ka institucione që merren me këto gjëra. Ne nuk ndëshkojmë askënd. Dikush tjetër do t'i ndëshkojë për këtë. Ju nuk ishit atje. Ju e pat ndeshjen në televizor. Disa nga kolegët tuaj që ishin në Tiranë mund të vërtetojnë, të gjithë do të donin të kishin këtë lloj atmosfere. Ndodhi për herë të parë. Kam qenë në rolin e trajnerit të Serbisë për herën e 5-1 në Tiranë dhe nuk e dëgjova dot himnin tim kombëtar. Imagjinoni se çfarë shpërthimesh, shkëllimesh kishte nga tifozët. Ne kënduam himnin ton me krenari dhe kjo ishte një motivim shtesë për ne, që ti mos në shroheshim, pa ti presioni dhe djem tan u sollën në mënyrë të shkëlqyer në fushë. Kjo është një fitore e madhe. A e mendon e vërtet dikush se do të na prisin me duart rokiti në Shqipëri? Si dhe e tyre është e tyre. Unë nuk jam politikan, nuk përdor fjalorin e një politikani. Jam jashtëzakonisht i kujdesshëm me ato që them. Komentova atmosferën në stadium dhe sjelljen. Dikujt i intereson kjo. Nuk dua t'i vërtetoj juve kombësinë time, se sa serb jam unë. Dua t'i bëj heronj të gjithë serbët, për sa ka marrë frymë, sa për gjërat të tjera, gjithçka ishte fenomenale përse për këtë organizimin në Shqipëri. Besoj se do t'u akthejmë në të njëjtën mënyrë. Le ta konfirmojnë kolegët se si ishte në Tiranë. Shikoni Boca Juniors River Plate, do ta kuptoni më pas se për çfarë po flas.